Ashtu si gushtin e kaluar ura kryesore mbi Iber Neverit e Mitrovicës u testua për qëndrueshmërinë e strukturës së urës, gjatë kësaj kohe në urë kishte një prani të shtuar të pjesëtarëve të karabinierëve italianë, të cilët kanë pikën e tyre të kontrollit statik mbi këtë urë. Në vetë urë punëtorët kryen matjen dhe kishte edhe kamiona mallrash të cilët ishin parkuar në anën jugore të urës që ndan veriun dhe jugun e Mitrovicës që nga mëngjesi i sotëm. Gjykata themelore në Mitrovice dënoi Ivan Mërkiqin me 1 vit e 5 muaj burg për shkaktim të lëndimeve të lehta trupore dhe avokati i tij, Ljubomir Pantović, tha për Kosova Online se vendimi është vazhdimi i dhunës ligjore kundër serbëve në veri të Kosovës. Mërkiq u dënua për incidentin që ndodhi me 17 nëntor të vitit 2022, kur një kamerman i portalet Insideri u lëndua në veri të Mitrovicës. Pantović thotë se ky është një dënim drakonik që të i kalon ndjeshëm fushëveprimin e politikës penale të gjykatave në atë zonë. Vendimi drakonik kundër Ivan Mërkiq, i cili u dënua me 17 muaj burgim efektiv, është i motivuar etnikisht dhe përfaqëson vazhdimin e përsekutimit dhe hakmarrjes kundër pjesëtarëve të popullit serb, njoftoi zyra për Kosovë dhe Metohi dhe theksoi se derisa policët shqiptar keq trajtojnë dhe qellojnë fëmijët serb pa u ndëshkuar, një serb i të ndershëm po i jepet një dënim disproporcionalisht i madh me burg efektiv vetëm se ai e mbrojti veten fizikisht nga sulmi. Lista serbe paralajmëroi publikun vendas dhe ndërkombëtar për formën gjithnjë të hapur dhe brutale të dhunës institucionale që ushtrohet kundër popullit serb në Kosovë. Lista serbe thekson se nga policia dhe gjyqësori i Kosovës, serbët arrestohen gjithnjë me shpesh pa bazë dhe i nënshtrohen ngacmimit dhe me pas zhvillohen procedura gjyqësore të përshpejtuara dhe drakonike kundër tyre. Gjykimi Milorad Djokovicit nga Vitomirica, të cilin zyra prokurori special e akuzon për krime të dyshuara të luftës pranë Prejes në vitin 1999, vazhdoi para departamentit special të gjykatës themelore në Prishtinë pas dëgjimit të dëshmitarëve të mbrojtjes. Avokati Vasilije Arsic deklaroi gjatë pushimit se të dy dëshmitarët konfirmuan alibinë e Djokovicit, duke thënë se ai nuk ishte në Kosovë në atë kohë. Djokovic u arrestua në qershor të vitit 2022 dhe deri në arrestimin e tij ai ishte i vetmi serb që jetonte në Vitomiric, ku shtëpia e tij u doq në përndjekjen e marsit të vitit 2004. Çdo 24 qershor është një ditë trishtimi i madh për ne, tha për Kosova Online Verica Tomanović, kryetaria e shoqatës së familjeve të personave të rrëmbyer dhe të zhdukur nga Kosova dhe Metohia, burri së cilës u rrëmbye 26 vjet më parë në ditën e sotme nga qendra klinike dhe spitalore e Prishtinës, dhe që atëherë nuk ka pasur asnjë informacion për të. Andria Tomanović ishte shefi kirurgjisë së qendrës klinike spitalore të Prishtinës, profesor i rregullt në Fakultetin e Mjekësisë dhe antar i disa shoqatave profesionale botërore të kirurgëve. Sipas të dhënave të mbledhura deri me tani, ai u rrëmbya ditë rreth orës 13 në portën e spitalit, i cili në atë kohë sigurohej nga forcat e forta të KFOR-it. Forcat izraelite kryen sulme ndaj Iranit sot, edhe pse një armëpushim duhej të hynte në fuqi këtë mëngjes, raportoi televizioni shtetëror iranian. Izraeli konfirmoi këtë mëngjes se ishte dakord për propozimin amerikan për një armëpushim i dypalsh, por gjithashtu se si do t'i përgjigjej fuqishëm çdo shkelje të armëpushimit. Presidenti i Shtetit Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi herët këtë mëngjes se ishte arritur një marrëveshje për armëpushim dhe se lufta midis Izraelit dhe Iranit ka mbaruar, por pas kësaj të dyja palët qelluan raketa të reja dhe Trump deklaroi se të dyja palët kishin shkelur armëpushimin. Analisti politik nga Tirana, Ylli Pata, vlerësoi se nëse ka një përshkallëzim të konfliktit në lindjen e mesme, kjo mund të ndikojë edhe në Ballkanin Perëndimor.
Në mbështetje të kësaj, thot ai, flet edhe sulmi kibernetik iranian në faqen e internetit të Komunës së Tiranës, të cilën ai e karakterizoi si një luftë hibride. Alma Lama, një analiste nga Prishtina, beson se nëse regjimi iranian bie, atje do të shpërthej lufta civile dhe se grupet terroriste mund të shfaqen edhe në rajonin tonë. Blagojqe Atanasovski, një analist nga Shkupi, thot se jemi në një distancë të sigurt nga vetë lufta, por se do të ishin të parët që do të goditëshin nëse të kishin një val të ri emigrantësh. Dragoslav Rasheta nga organizata Rruga e Re e Tretë pret pasoja ekonomike të konfliktit sepse Irani kontrollon ngushticën nëpër të cilën kalon 1/5 e naftës së botës. Moti nesër në Serbi me diell dhe shumë i ngrohtë do të fyre e lehtë deri mesatare nga jugu. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 10 deri në 22, kurse ajo maksimale ditore nga 34 deri në 38 gradë Celsius.